Flora, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, Flora. Mirëmëngjesi edhe për ju në studio dhe për të gjithë shikuesit. Po Flora, sigurisht jeni në një ambient interesant, duhet me dhuru tesha, në mënyrë që tesha vesha me ekzistu dhe mandej ato mjete me shku në ndihmë për nënat edhe fëmijët, apo jo ti na tregon pak më tepër rreth kësaj teme. Agram, përpara se të filloj intervistën, dua të them që sot unë këtë gjaket e kam veshur, zoda të vesh në të lidhje të drejt për drejt, pikërisht nga ky dyqan. Po, ma mërmendja edhe është kjo gjaket, është e re që mund të shfrytëzosh, e sigurisht edhe shumë të tjerë mund të bëjnë zgjidhje në këtë dyqan prej rrobave më të ndryshme. Pra sot do të flasim për një iniciativë me një kauzë të rëndësishme sociale. Edhe një herë Agran? Jo, po them, e merr një diçka të mirë, me kualitet të rrallë, me gati unike edhe me një çmim shumë të favorshëm, volë shumë. Pikërisht. Për të gjitha këto detaje do të flasim bashkë me Erzë Salihun, sigurisht për gjithë këtë iniciativë aq të madhe dhe kauzën, qëllimin kryesor që ka ky dyqan që është në qendër të Prishtinës. Pare, mirëmëngjes Erza. Mirëmëngjes, faleminderit shumë për mundësinë që po na japni me tregu më shumë për dyqanet e teshaveshës. Erza, ky dyqan është funksional që nga viti 2018. Sigurisht nga ajo kohë deri më tash ka arritur ndoshta të bëj zë tek qytetarët në përgjithësi dhe më tregu se cila ka qenë në fillim ose a keni menduar që ky dyqan do të njihet te publiku për gjithë atë kauzë qëllim kryesor që ka vetë ky dyqan. Po, atëherë na funksionojnë për vitit 2018 edhe jemi shumë të lumtur që kemi një klientel shumë besnike që gjithmonë dhuron edhe blenë teshavesha, mirë po prapë se prapë kemi hala nevojë me promovu që teshavesha ekziston edhe mi u jap mundësi njerëzve me i jap një jetë të dytë rrobave tyne edhe njëkohësisht me kontribu në mjedes, po edhe në misionin tonë i cili është me ju ndihmu nënave edhe fëmijëve. Prapë se prapë edhe pse kemi klientelën tonë besnike, po dojmë të zgjeru sa më shumë misionin e teshaveshës edhe po dojmë me mikprit sa më shumë klienta në teshavesha. Sa është numri atyre grave, apo edhe fëmijëve, atyre nënave që ju dilni në ndihmë, apo vinë ndoshta ka shpesh raste kur edhe nënat i drejtohen këtij dyqani, sa e kanë ato tashmë edhe njohurit që ky dyqan po jap kontributin pikërisht për to. Atëherë, më ju segu pak për misionin e aksionit për nëna dhe fëmijë. Domethënë, teshavesha ekziston si një dyqan pamërsie ku fondet të cilat mblidhen prej rrobave që dhurohen prej komunitetit, dhurohen për aksionin për nëna dhe fëmijë, një organizatë jo qeveritare, cila punon me nëna dhe fëmijë kryesisht në fushën e shëndetësisë. Puna jonë kryesisht shtrihet në mbështetjen e nënave, po njëkohësisht edhe grave shtatzana përmes klasave për nëna, cilat janë hapësira në pothuajse gjitha komunat e Kosovës, jemi në 17 komuna për momentin, janë hapësira cilat ku nënat munden me shku me marr edukim të sakt prej stafit shëndetësor për shtatzaninë e tyre, për familjen e hershme, për planifikimin e familjes. Po ashtu kemi edhe programe të tjera, si shembull kemi edhe sesione të gjithëdhënies cilat i mbajmë me nënat në zyret tona edhe i mbështesim ato si me ushqy fëmijën e tyre shëndetshëm. E kështu me radhë, po përveç kësaj nashta programi që neve në animon mas shumë të me mbri krejt teritorin e Kosovës është programi i donacionit të barnave dhe pajisjeve mjekësore cilat na vinë prej Amerikës edhe prej vendeve tjera të botës. Dhe më thonë, kur te dhuron një gjemper në teshavesha, edhe këtë gjemper shitet për 3 euro, ato 3 euro vinë në OMC edhe na i shfrytëzojmë për me organizu një sesion të gjithëdhënies në zyrën tonë. Do të thonë që kjo është pak a shumë cikle. Ti hek diçka që ty nuk të duhet më, e dhuron teshavesha shitet për një çmim simbolik, edhe mandej me fondet që mblidhen na i mbështesin këto programe. Do të thonë ju ofrojmë mbështetje grave, nënave shtatzana, ju ndihmojmë fëmijëve dvegjël në zhvillimin e tyre të hershëm, po njëkohësisht ndihmojmë me pru barna, cilat janë jeshpëtuese, siç është edhe surfaktanti i cili na vjen prej Amerikës edhe e mbulon
mungesën që e ka her pas here Ministria e Shëndetësisë për me ofru tek qytetarët. Do të thonë që kjo është pak a shumë ciklet, te veç jetu bë diçka, do të thonë vend që me gjujt që gjemper në përllop. E shpesh ato dollapet tonë janë të mbi ngarkuar, secili ndoshta një herë gjatë sezonit e bën atë largimin atyre rrobave ndoshta që më nuk i nevojiten dhe tashmë është një adresë ku ata përveç se edhe e lirojnë atë hapësirën e tyre personale në shtëpitë e tyre, e bëjnë edhe një veprem humanitar. Definitivisht. Për mos me përmendet sa shumë i ndihmojmë ambientit, do të thonë, nuk jemi të bledh diçka tre, kur ti blen tesha vesha dhe kur ti dhuron tesha vesha, je tu ja jap një jetë të dytë rrobave të tua. Do të thonë, vend se dikush më shku me bledh diçka që është e prodhuar fast fashion që i thojmë, ti shkon edhe ja jap një jetë të dytë një rrobe, edhe nuk blen diçka që mandej ka me përfundu në dhe pak a shumë. Kështu që tëna mënyrat e mundshme jetu kontribut, qoftë ambientin, qoftë misionit të aksionit për nona dhe fëmijë, qoftë krejt Kosovës pak a shumë. Ata të cilët i largojnë rrobat e tyre dhe i sillen tek ky dyqan, a duhet të kenë parasysh ndoshta që rrobat të jenë jo të dëmtuara, të pastra me patjetër në këtë dyqan të gjitha rrobat që i sillen të pastra, kështu që gjithë ata të cilët edhe i blejnë mund të i shfrytëzojnë menjëherë, po a ka ndonjë element apo kriter që të mos jenë shumë të vjetruara apo pavarësisht asaj ju e bën edhe selektimin e tyre se cilat duhet të shiten? One që kam qef me thonë që të është sjell tesha që e din që dikush tjetër kish më dash me i vesh. Do me thonë, sjell rroba tesha rroba që janë të pastërta, që nuk janë shumë të dëmtume, edhe që e din që dikush mundet me i marrë direkt edhe me i vesh. Na gjithsesi që e bëjmë selektimin, edhe mundohemi me gjithë ato që janë ma të mirat edhe me shfaq në dyqan, mundohemi mos me hub kur gjë, për shkak se mandej e trajtojmë pak a shumë misionin për mbrojtjen e ambientit që e kemi. Po do me thonë që ky kish me qenë mesazhi jam. Me sjell rroba cilat janë të pastërta, jo shumë të dëmtume dhe rroba që të tjerë kishin dash me i vesh. Përveç kësaj pike, ku tjetër gjithë ata ndoshta që dëshirojnë të sjellën diçka, nga dollapët e tyre mund t'ju gjejnë? Po. Na i kemi 2 pika në Prishtinë. Pika e parë është kjo pika që përsheni këtu, është afër kenar Matës, atër jemi të sheshi Zahir Pajaziti, dhe pika e dytë, një pikë më e vogël se kjo, e kemi në lagjen e muagjerve në Prishtinë. Fatkeqësisht kemi shumë kërkesa prej krejt komunave të Kosovës që na thonë, jam Gjilane, kom gati një kese të madhe, mundeni me ardhë me marrë. Prej krejt Kosovës marrim kërkesa, por fatkeqësisht për momentin nuk i kemi mundësit me shku në për komuna dhe me mbledh keset të donacioneve. Dhe për këtë arsye jemi tu i kërku gjithë personave që janë të interesuar me sjell rroba në tesha vesha, me bë këto duke i sjell në dyqanet tona për shkak të pamundësisë që e kena. Plus, për momentin e kemi kampanjen e Green Spring Cleaning, jemi tu i thonë, do me thonë që tash jemi tu i hek teshat e dimrit, jemi tu i qit ato të pranverës edhe të verës, kur ti hekni edhe të shini që nuk po ju duhen më shani një kese me këto donacione, edhe i keni 5 euro që mundi me shfrytzu brenda ditës në tesha vesha me ble rroba. E me 5 euro në tesha vesha më nësh me ble shumë. Shkak se çmimet që i kemi në dyqan janë shumë simbolike. Sa është interesimi? Sa jeni të kënaqur ju në përgjithësi me interesimin e gjithë atyre që sjellin rroba mirë, po edhe në shitje? Jemi të kënaqur, atëherë veç me ta jap pak a shumë një shumë, vetëm vitin e kaluam, 23.000 kilogram janë ardhë donacione në tesha vesha. Kjo është një shumë e mirë, po duke e marrë parasysh e interesimi me ble tesha në tesha vesha është pashtu shumë i madh, na prapë kërkojmë sa ma shumë donacione dhe sa ma shumë me ardhë me vizitu dyqanin edhe me ble këto. Kështu që jemi të kënaqur, klientelën që i kemi na është e mrekullueshme, prapë mundohemi sa ma shumë me zgjeru misionin ton, edhe me pas sa ma shumë donacione, për njëkohësisht edhe persona që vinë edhe blejnë tesha vesha. Irza, përdërisa e përmende që keni një klientel të mrekullueshme, do doja t'ja pak hapësirë edhe Jasmina Aliut, që keni një klientel të rregullt. Faleminderit shumë nga ju, uroj që gjithçka t'ju shkojnë bart, të keni punë sa më shumë dhe sigurisht që një kontribut i secilit prej nesh, ndoshta që nuk është një gjest shumë i madh, për ato nëna dhe fëmijë do të thotë shumë.
I mirëpresim gjithë më ardhë me na vizitu edhe faleminderit shumë. Faleminderit. E kemi Jasmina Aliun, një kliente e rregullt këtu tek dyqani Tesha Vesha. Ju edhe sjellni, po edhe bleni. Më tregu që sa keni fillu me këtë gjest, me këtë vepër humane. Me këtë gjest kom fillu prej fillimit hapjes këtij dyqanit, tu e ditë Kauzën, cila më ka nxit me bë këtë gjest, une kom fillu edhe hala vazhdoj. Pa më parasysh am nevojitet ajo tesh, ajo unë e duroj. E shoh që ka nevojë dyqani, vi shpesh edhe e shoh që ka nevojë dyqani për freski. S'osh me rëndësi a e veshë a se veshë, me rëndësi është me pru këtu. Edhe unë e ndi veten shumë të kënaqur se bëj një gest humanitar, edhe e di që ai gjesti imi shkon në vendin e duhur. Përderisa e thani që edhe nëse me duhet një robë ju e sjellni këto, përderisa jeni nga fillimi, po më duket që jeni lidhur më shumë edhe nga ajo ana emocionale. Edhe nga ana emocionale, jam i lidhur shumë për këtë dyqan edhe për po në shtëpi. Nuk pritoj me ardh, me pru, me ble. Pa më parasysh, akum nevoj për atë, unë e dhuroj, për mos me dhënë vetëm kështu, e blej edhe e marrë edhe robën. Edhe ndi vetën shumë të qetë. Atë ditë unë e kur dhuroj edhe blej, unë e ndi vetën shumë qetë që kom bo, dhe me thonë e kom kry një mision humanitar që i përket njeriut. Po, sa keni arritur ndoshta edhe me shoqe të tjera, në mënyrë ndoshta edhe grupore, të bëni pjesë e këtij dyqani? Unë e kom promovu idenë, dhe më thonë kauzën e këtij dyqani, edhe bi, edhe kush priton me pru, unë i marrë dhe i bi prej shoqeve që i dëshirojnë me pru, s'kan kohë ose diçka, unë e paraqita vullnetare edhe i bi. Vetëm mos me i gjujt ato roba dikun tjetër, po me i pru këto. Nuk pritoj. Për mu është ndihmë e kënaqshme, e kom gjetë një mision që më bën mundi mirë. Sa shpesh veni te ky dyqan? Për çdo ditë ndoshta. Për çdo ditë. Mba 10 ditore. Një herë ditë më vjen me ardh, bi diçka. Më jap dikush e bi diçka, nuk pritoj, se më jap kënaqësi. E tha dhe gjesti humanitar më jep kënaqësi. Po, e tha dhe Erza më herët që përderisa tashmë është ajo koha kur edhe i largojmë pak këto rrobat e dimrit, i nxjerrëm ato të pranverës ose verës. Janë disa rroba që them këtë nuk besoj që duhet ta përdor ose nuk e përdor gjatë këtij sezoni. Keni sjell diçka tashmë për këtë sezonin? Çka është e bukura, po dua të lidhem këto Jasmina sepse secili më duket që ka një stil në vete. Nuk është ndoshta tashmë ajo koha që ti përshtatemi modës, mirë po secili në atë se çfarë ndihet rehat. Në këtë, e ke bë pastrimin atyre dollapeve? Po, e kom bë dhe kom dhuru edhe njëtën ko që fati im qëlloj edhe qëllova në këtë stilin tem. Se mu më pëlqen. Po, do thot këtë e keni marrë. E kom ble këtu, unë jam që komplet e veshur në Tesha Vesha. Një stil shumë i bukur, i thjesht, klasik. Stil, unë kështu kom qef, stil thjesht, klasik. Edhe këto përlir këto që kretë kom qëllu fati se bi me dhuroj me zemër, për ata gjdo herë qëlloj në diçka të mirë. Jasmina, ju vetëm fati ytë, sepse në kur erdha, vetëm 2 minuta mu deshëm për të bërë një zgjidhje, për të veshur diçka. Kështu që besoj që secili mund të gjej diçka, mund të kontriboj, mund të sjell, nuk do të thotë gjithmonë edhe të blej, pse jo edhe vetëm të blej dhe në qoftë se nuk ka diçka për të sjell. Jo, domosdoshme me blej, shikçon. Edhe mundesh netën ko edhe nëse nuk blen mundesh me promovu dyqanin. Mundesh marrë me pa çka ka dhe promovon dyqanin se është me rëndësi sa ma shumë klientel me pas ky dyqan për me funksionu. Ky dyqan varet prej neve, prej dhuruzve. Për ata është mirë me dhuru. Ma mi me dhuru se mi hudhë në për beturina edhe po ban pendot ambientin. Kështu njëtën ko e mërujmë ambientin edhe dhurojmë edhe bëjmë diçka të mirë që është njerëzore. Faleminderit shumë Jasmina, ju përgëzoj edhe për këtë iniciativë dhe atë gatishmërinë e juaj që në bazat ditore të vinen në këtë dyqan e sigurisht edhe promovimin edhe tek rrethi më i gjerë juaj. Faleminderit edhe një herë.
Pra, kështu ishim bashkë me Ersa Aliun dhe Jasmina Aliun. Erzën e kishim këtu nga dyqani Tesha Vesha, që na tregoi më shumë edhe për funksionimin e këtij dyqani, po ashtu edhe kauzën, qëllimin kryesor që ka ky dyqan. Unë po e ripërsëris edhe një herë që sigurisht secili nga ne në ata dollapët kemi diçka që nuk na nevojitet. Përderisa në këtë pikë mund të kontribuoni në mënyrën në formën më të thjeshtë, duke i sjellur ato, mund të mos blini diçka tjetër, mirë po ju t'i hodhni në kontejner apo në kosha të ndryshme të mbeturinave, sepse ka shumë qytetarë ndoshta që i drejtohen këtij dyqani dhe blejnë diçka, mund të bësh zgjidhje, rrobat janë të reja, janë të pastra, sepse tha dhe Erza që është mirë secili që i dhuron ato rroba në këtë dyqan, ta llogarisë që mund ta vesh ende, sikurse që do dëshironte edhe vet atë ta vesh. Mund ta shfrytëzoj hala, mirë po ne shpeshtojmë që e kemi veshur disa herë këtë dhe dua të ndroj diçka, pse jo të njëjtën mund ta vesh dikush tjetër, të re, të pastër dhe me qëllimin kryesor të ndihmoj shumë nëna dhe fëmijëve. Unë me kaq po e përfundoj këtë linjë të drejtë për drejtë, ndërsa linjën Agran dhe Delfina po e kaloj tek ju në studio.